Zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të shpallën pas dështimit për formimin e qeverisë së re të dielën nuk do të jenë të vetmet, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në një konferencë për media të hënën, Kurti është shprehur i bindur se pas balotazhit për zgjedhjet lokale në nëntor e atyre të parakohshme që pritet të mbahen në dhjetor, vendi do të shkojë në zgjedhje edhe në pranverë, pasi asnjëra prej partive politike nuk do t'i ketë 80 votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj deri te zgjedhja e presidentit apo presidentes. Kurti ka thënë se dështimi për të bashkëpunuar me partitë politike pas zgjedhjeve të 9 shkurtit zbeh mundësitë që të mund të arrihen koalicione pas procesit të zgjedhor që mund të zhvillohet në dhjetor. Sa i përket koalicioneve, përbes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që mund të pyesni për koalicione. Domethënë është më vështirë tash të bëhen koalicionet, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti, për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar. Sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti, gjuha që ka përdorur ndaj oponentëve politik nuk është arsyeja e refuzimit që i është bërë nga LDK-ja. Insistoni që na qenë ka gjuha problemi. Pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komunën Vushtrri? Vetë vendosja me LDK-n bashkë. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit kryesisë që tash nuk po bëka i mbështetshëm nga LDK-ja koalicionin në Vushtrri. Edhe njerë po e theksoj, ka të bëj me pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet publike. Kurti, si i mandatuar për kryeministër, provoi që të sigurojë mandatin e tretë në krye të ekzekutivit të dielën, por në mungesë të ndonjë marrëveshjeje bashkëpunimi, ai morri 56 vota, nga gjysej 61 sa i duheshin minimalisht. Sipas kushtetutës, pas dështimit të votimit të suksesshëm të mandatarit të parë, presidentja Vjosa Osmani ka kohë 10 ditë që të zhvillojë diskutime e të caktojë mandatarin e dytë. Në rast të dështimit, presidentja duhet të shpallë zgjedhjet e që duhet të mbahen brenda 40 ditësh nga dita e shpalljes së tyre.